Qeveria shqiptare ka prezantuar iniciativën Cashless Albania 2030, e cila synon të reduktojë ndjeshëm qarkullimin e paras fizike dhe të nxjisë përdorimin e pagesave elektronike në të gjitha nivelet. Ministre Adelina Ibrahimaj bëri të ditur se objektivi është që deri në vitin 2030 rreth 60% e transaksioneve të kryhen në mënyrë digjitale, ndërsa përdorimi i paras kesh të ulet gradualisht. Por, paralelisht me ambicien e modernizimit, janë ngritur një sër shqetësimesh që prekin drejt për drejt qytetarët dhe bizneset e vogla. Sipas parashikimeve të reja, nga janari blerjet me para fizike nuk do të lejohen mbi 50.000 lekë dhe çdo subjekt tregtar do të detyrohet të ofrojë pagesë elektronike. Po ashtu, institucione shtetërore do të heqin përfundimisht përdorimin e paras në sportele. Ky transformim, megjithatë, rrezikon të lërë pas një kategori të gjerë qytetarësh që nuk kanë akses në shërbime bankare, si të moshuarit, banorët e zonave të thella apo familjet me të ardhura të ulta. Një tjetër kritik lidhet me zhvendosjen e kontrollit financiar tek bankat, duke ekspozuar qytetarët ndaj komisioneve dhe tarifave të pashmangshme. Varësia totale nga sistemi elektronik e bën gjithashtu ekonominë të cenueshme ndaj problemeve teknike, sulmeve kibernetike apo ndërprerjeve të energjisë, çka mund të bllokojë kryerjen e transaksioneve të përditshme. Bizneset e vogla pritet të përballen me kosto shtesë për pajisje dhe komisione, ndërsa monitorimi i çdo transaksioni ngre dilema serioze për privatësinë financiare. Ndërkohë, në shumë vende të Bashkimit Evropian, paraja fizike vijon të jetë mjet pagese i lirë dhe i pakufizuar, duke vënë në dyshim drejtimin që po ndjek Shqipëria me këtë reformë.